Është zbardhur vrasja e Klevis Leshit që u zhduk në vitin 2020 dhe u gjeti groposur 2 vite më pas në një fshat të Kurbinit. Në pranga ja vënë Saba Nuzi dhe Samet Loka, të dy 31 vjeç, ndërsa në kërkim u shpall porositësi Aurel Hoxha, 36 vjeç, dhe Sajmir Kolaveri. Aurel Hoxha, i njohur dhe me emrin Aurelinho Kolaveri, dyshoi se ka porositur vrasjen e të riu si hakmarrje për vrasjen e të vllait Agim Hoxha në 2012 nga Arben Leshi, djali xhaxhait të Klevis Leshit. E është pronari i lokalit monopol në zonën e Myslimshërit në Tiranë, ku dhe këtë të premte u shtruan kontrollet nga policia e FNSH-s. Nga ana tjetër, SPAK vlerësoi kato urdhë arreste, 2 prej të cilëve tashmë janë ekzekutuar. 2 fiset janë përfshirë në një sak hakmarrësh të nisën në vitin 2012, ku Arben Leshi vrau Agim Hoxhën, vëllain Aurel Hoxhës, dhe më pas ia dogji trupin në makinë. Një vit më pas, në 30 tetor 2013, u vrat Xhavit Leshi, babai i Klevis Leshit. 3 vite më vonë, më 15 maj të 2016, u vra vëllai i tij, Haredin Leshi.